Brikena Selmani ishte e ftuar sot në një emision, ku dhe foli për eksperiencën e saj në Big. Më ka ardhur keq që kam dal para Rogertit, sepse kam menduar se e mira në fund fiton. Por kur dola jashtë kuptova se publiku më ka mirëpritur njësoj si të isha finaliste, tha ajo. Unë kam dashur të tregoj karakterin tim dhe jo atë Brikenën e lasdruar, tha Brikena. Brikena ka treguar edhe për raportin e dashurisë me Mateon, që tashmë po e shijojnë jashtë shtëpisë më të famshme të Shqipërisë. A janë akoma bashkë ata dy apo jo? Ajo tha se kur vi në Tiranë jam në prezencë të Mateos gjithë ditëve. Ndihem shumë mirë me Mateon dhe shpresoj më të mirën dhe të mos ndahemi. Nuk do doja ta mendoja fare ndarjen me të, u shpreh Brikena. Kam pasur shumë oferta pas Big, ndoshta mund të më shihni në televizion, tha Brikena pas zbuluar detaje të mëtejshme. Por me sa u mor vesh ajo do moderoj programin She is on top dhe fansat mezi po e presin. Ju ku doni ta shikoni Brikin? Komentoni dhe jepni mendimin tuaj ku doni ta shikoni. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.